Mirëmëngjes, Charlie Brown. Kush vuri bas për ndeshjen? Reruni? Vëllaçko, më vjen zor që jam motra jote. Vëllaçko, ishte një zhgënjim i madh i idhur dhe të mendosh ta shumë këmbgulat e Charlie Brown që të fuste në lojë. Shumë mënyrë e bukur për të shpërblyer besimin, na përfshive në këtë skandal. Kjo është shumë e thjeshtë, sepse kam parë se çfarë lloj personi je, por ti nuk je as pak i tillë. Më pëlqeu dhe mshuria që tregove për motrën tënde te shfaqja e talenteve, sinqeriteti që tregove në asamble, edhe tek festa, u tregove trim, edhe argëtues, edhe ajo që bëre për mua, bërja e raportit të librit gjatë mungesës sime, u tregove shumë i sjellshëm, kështu që kur unë të shikoj, nuk shikoj as pak një dështak. Ti ke të gjitha cilësitë që unë admiroj. Numrat e tij janë poshtë mesatares. Mbi të gjitha, ai po e kalon dhe limitin. Nuk ka mundësi të ketë qenë lojtar në skuadër aq të fuqishme. A mos e rriti njëri? Kemi djalosi Charlie. Çfarë të solli deri këtu? Nuk e drejton dot paftën? Gjuajtja nuk është e fortë? Mund të jem në gjendje të të ndihmoj, Charlie. Ajo sapo më lexoi një listë gjatë romanesh të shkëlqyera. Huckleberry, diçka, thekri me byrek, por ajo thashë libri më i madh i të gjitha kohërave, quhet Historia e lodrave të Leos. Një i moshuar që quhej luftëtar. Paqe. A mos e rriti njëri? Faleminderit. Po ja çoj gufit këtë. Ka marrë një të ftohtë të keqe, e dini? Kjo do ta mbaj atë shumë ngrohtë. Ka aromë të mrekullueshme.